Dy nga figurat më të rëndësishme të televizionit shqiptar, të cilët përfaqësojnë dy logot më të mëdha rivale mediatike, Top Channel dhe TV Klan, janë bërë bashkë në një takim që ka thyer rrjetin mbrëmjen e sotme. Ledion Liço dhe Alketa Vesiu kanë publikuar disa foto të përbashkëta ku shfaqen të buzëqeshur dhe në një atmosferë mjaft miqësore krah njëri tjetrit. Por, ajo që ka ndezur kuriozitetin e publikut është njoftimi zyrtar që shoqëron këtë pamje. Përmes një fotoje bardhë e zi, ku Ledioni shfaqet duke qeshur, Alketa ka zbuluar se do të jetë pjesë e spektaklit të Big Brother VIP sot. Ajo ka shkruar Big Sister viziton vëllain e madh. Kjo shkruhet në digjiturën e fotos duke konfirmuar kështu një kryqëzim historik mes dy formateve dhe ekraneve. Mbetet për të parë se cili do të jetë roli i Alketës në prajmin e sotëm dhe çfarë surprize ka rezervuar dy moderatorët për publikun. Disa thonë që Alketa Vesiu do të hyjë si banore, megjithatë, ajo po drejtojnë tashmë X Factor Kids dhe nuk mund që të ndalojë moderimin e këtij emisioni për të futur në Big Brother, dhe gjithashtu, kjo nuk do të lejohej pasi ajo është pjesë e TV Klan. Të tjerë thonë që këtë gjë do ta bëj vetëm si lojë, pra të shfaqet si një banore e re, por të qëndrojë aty rreth 24 orë, dhe të tjerë thonë që një nga opinionistët do të mungojë ditën e sotme, prandaj do ta zëvendësojë Alketa Vesiu. Nuk dihet se si kjo punë do të shkojë, megjithatë, e rëndësishme është që dy media televizive po bashkohen bashkë për t'i dhënë publikut një shikueshmëri shumë të lartë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!